Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për situatën politike dhe jo vetëm me gazetarin Faton Mehmeti, njohës mjaftimisht zhvillimeve politike me shumë shkrime dhe analiza në Botasot, pra në gazetën Botasot, por edhe në media të tjera vizive, por dhe shtypi i shkruar në Kosovë. Faton, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zotri Balla, përshëndetje ju dhe gjithë shikuesit e programit tuaj. Faleminderit. Sot është seanca e 4 për Kuventin e Kosovës, ku në renditë është zgjedhja e kryetarit dhe 2 nënkryetarëve. Ju pak ditë më parë, por edhe her pas here në rrjetet sociale dhe në shkrimet në media jeni shprehur që Albin Kurti i ka votat, madje jeni drejtuar që ec përpara ose liro rrugën. Tani pse nuk po vazhdon përpara? Realisht Albin Kurti ka votat, pra ka një marrëveshje me nismën, me zotrin Limaj në parem, ka një marrëveshje verbale, mirë po janë disa çështje teknike që po e vështirësojnë në nënshkrimin e kësaj marrëveshje, me çka edhe zotri Kurti do t'i kishte 61 vota, pra të mjaftueshme për të formuar institucionet e reja. Mirë po ajo që sipas burimeve që ne posedojmë, por që nuk janë dalë në publik, pengesat kanë dalë për shkak se zotri Limaj ka parashtruar disa kërkesa që njëra ndër tyre është ulja e normës, po themi, për ty në kuvend, pra pragut zgjedhor. Që është aktualisht po mendon për zgjedhjet e tjera. Se zotri Limaj e di që nuk ka më kujt i bashkangjitet për shkak se zotri Haradinaj ndjeti tradhtuar nga ai, dhe në këtë kuptim këtu situash ka ngec realizimi i kësaj marrëveshje. Ndërsa zotri Kurti nuk është interesuar për këtë marrëveshje, ai përkundrazi është interesuar që mos të arrihet kjo, sepse parashikon se zgjedhjet e ardhshme që parashikohet që të jenë pas 10 muaje, pra kështu parashikohet për shkak që zgjedhja e presidentit vendit nuk mund të bëhet në këtë hendek që është krijuar. Zotri Kurti i po mendon për zgjedhjet e ardhshme, pra që kur të vjen pas 10 muaje aleanca, pra zotri Haradinaj as zotri Limaj të mos jenë më pjesë e kuvendit, me çka edhe rrjedhimisht votat do t'i kalonin partisë me 6 partisë tij. Kështu që në këtë kuptim është çështje kalkulimi votash ashtu për zgjedhjet e ardhshme, arsyeja pse nuk po arrihet kjo marrëveshje. Pra, Albulena Haxhiu është një provokim ishte provokim. Ishte provokim sepse pse opozita pse ra brenda, pse nuk e votoi? Sepse zonja Haxhiu është mes 4 ose 5 personave vendosje që po themi kanë armiqësi shumë të vrasht me opozitën, dhe zotri Kurti e ka vë për ta provokuar opozitën, sepse ai e di nuk e ka kandidu për të votuar, sepse ai e dinte që votat nuk i kishte, pra nuk ishte një marrëveshje me zotrin Limaj me çka do t'ja mundsonte, dhe kishte frikë ta kandidonte zotri Konjumsin, sepse ai mund t'i merrte votat, dhe me marrjen e tij atë do tynte afati 15 ditë për ta formuar qeverinë. Dhe zotri Kurti duke mos rënë këtë kurt, mirë po opozita mendoj që ka gabuar, sepse opozita për ta bërë lojë më interesant do doj ta vazhdonte, dhe zotri Kurti do të vinte para një akti të kryem. Brenda 15 ditë ai do të mund me çdo kusht ta formonte qeverinë edhe do të ishte në një situatë shumë cikletshme. Por ata në seancën e sotme mendoni që opozita do ta korrigjojë këtë rënien kurth, pra do dalë nga ky kurth, apo Kurti do kalojë në një plan B? Ka mundësi që të ketë arritur një marrëveshje mbram mes zotrit Kurtit dhe zotrit Limaj, këtë nuk e dim, sepse imagjino, unë kam, po themi si gazetar, biseda edhe me njerëz të vetëvendosur, me deputet cilët nuk e din, pra